presidenti Trump theksoi që edhe mund të jetë i hapur për bisedime me Iranin, megjithatë në këtë fazë sipas shtëpisë së bardhë vetë Trumpit nuk është e nevojshme që të bisedohet me iranianët. Nga ana tjetër, iranianët janë në një fazë disi kritike për të ardhmen e tyre apo për të ardhmen e sundimit të liderëve suprem apo të ajotullahëve, pasi vim në një kohë kur është vrarë një lider suprem nga sulmet izraelito-amerikane dhe është zgjedhur një i ri dhe padyshim që Mujtaba Khamenei do të provojë apo do të testohet menjëherë në këtë drejtim të si ajatullah, pra si lider suprem i Iranit dhe prandaj kërkon që të tregoj dhëmbët, thënë kështu në mënyrë figurative, që në ditët e para të pushtetit të tij dhe prandaj kanë ardhur edhe këto reagime duke zhvendosur disi fokusin apo për të lënë kuptohet që frerët e luftës tashmë i ka Irani dhe jo Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, prandaj vendos Irani se kur përfundon kjo luftë, pavarësisht se nuk e vendosi vetë Irani, siç është pohuar nga zyrtarët në Teheran, që kur nisi kjo luftë, pasi ishin në mes të negociatave me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe siç u thanë atkoh, këto bisedimet mes Iranit shëbaz po shkonin, po esin pozitivisht lidhur me plotësimin e kërkesave që kishin shtruar amerikanët, megjithatë Washingtoni mendoi të kundërtën, që Irani nuk do të hiqte dorë kurrë nga posedimi i një armë bërthamore dhe prandaj duhet të vendoset tani ose kurrë për të frenuar atë programin e pasurimit të uraniumit nga Teherani, nga Irani, për të arritur drejt bombës bërthamore. Dhe paralelimi më i fundit ka qenë i presidentit amerikan ditën e sotme, i cili ka theksuar që Ajatullahu i ri, lideri i ri suprem i Iranit, duhet heqë dorë nga kjo ambicie për të poseduar një armë bërthamore, sepse do të ketë të njëjtin fund si babai i tij. Ndërkohë që unë di që na ke përgatitur edhe një hartë për cilën unë ftoj regjin që të na i paraqes në ekran, në wall, për të na shpjeguar apo jo atë çka është edhe harta e luftës. Harta e luftës patjetër, po dhe se çfarë ka në dorë, me çfarë mundet të bëj shantazh Irani apo jo vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, po gjithë botës në aspektin ekonomik. Përdej aspektit ushtarak, pa diskutim që kjo luftë ka edhe atë kontekstin e saj ekonomik, po të shohim hartën, është përhapur lufta në të gjithë vendet e gjirit, pa diskutim në Irak, Kuvajt, në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe gjithashtu ka kaluar përveç Izraelit edhe në Qipro, edhe në Turqi. Por çfarë është e rëndësishme në këtë hartë që kemi shfaqur ne, është pikërisht ajo ngushtica që shohim mes Iranit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe që mban emrin ngushtica e Hormuzit. Ajo ngushticë, paktën sipas ekspertëve ndërkombëtar, është përgjegjëse për rreth 20% të energjisë që furnizon mbar botën. Kujtojmë këtu që bëhet fjalë për karburant, për gaz, edhe për mallra të tjerë që kalojnë në këtë ngushticë që janë tepër të rëndësishme për ekonominë botërore, pavarësisht se kemi parë në harta të ndryshme se çfarë rreze kanë ato raketat e Iranit, paktën që të arrin disa prej tyre edhe në Shqipëri, por në Shqipëri aktualisht dhe fatmirësisht nuk kemi vatra të tilla apo kërcënime të mundshme raketore nga Irani, megjithatë një lloj lufte ka mbërritur tek ne që është ajo lufta energjetike apo lufta e naftës, me këto çmimet që vazhdojnë dhe të paktën po rriten, madje edhe në tregjet botërore ditën e djeshme një fuçi nafte ka përceu për herë të parë në shumë vite, në disa vite edhe çmimi $100 për fuçi që nuk ndodhte që prej fillimit të luftës nga Rusia kundër Ukrainës në vitin 2022. Megjithatë, një fjali e presidentit amerikan Donald Trump lidhur me luftën, që theksoi se kjo tashmë po shkon drejt përfundimit dhe mund të përfundojë shpejt, riktheu edhe një herë tregjet paktën në atë normalitetin e tyre dhe tashmë ka një trend në rënje të çmimit të naftës në tregjet globale dhe ka rënë $90 për fuçi.